Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare. Pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të njohur na tregon se cilat janë 5 shtyllat apo bazat mbi të cilat qëndron Islami. Në këtë hadith ai thot: "Buniyal Islamu ala khams." Islami ngrihet mbi 5 baza, mbi 5 shtylla dhe përmend shahadetin, dëshminë se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, faljen e namazit, dhënien e zakatit, agjërimin e Ramazanit dhe së fundmi thot wal hajju liman istata'a ilayhi sabila. Dhe haxhi për atë që ka mundësi ta kryejë atë. Sot në këtë hutbë do të flasim shkurtimisht mbi rëndësinë, vlerat, përfitimet dhe begatit që ka kryerja e pelegrinazhit, e haxhit, shkuarja për në shtëpinë e shenjtë Qabën e madhnueshme. Padyshim që kjo është një dëshirë e zemrës së çdo besimtari. Është një ëndër e madhe për çdo besimtar që të shkojë të vizitojë ato vende të shenjta, që të përgjigjet thirrjes së Allahut dhe kështu të jetë më i përkushtuar. Kështu të pastrohet nga gabimet, nga gjunahet, e të përfitoj nga mirësitë dhe dobitë e shumta që ka kryerja e haxhit. Siç e tham, haxhi qëndron si një prej 5 shtyllave të Islamit, edhe pse njeriu, besimtari, obligohet ta bëjë atë vetëm një herë në jetë. Sërish, rëndësia e tij është aq e madhe saqë Allahu e vendosi si shtyllë, si bazë të kësaj feje, në mënyrë që çdo besimtar të ketë niyetin, qëllimin, dëshirën dhe të bëj përgatitjet e nevojshme që ka kryerja e këtij adhurimi, i cili bëhet vetëm për Allahun. Nuk bëhet për asgjë tjetër, siç thot Zoti në Kur'an, wa lillahi 'ala an-nasi hijjul bayti. Dhe për Allahun, dhe Allahu ja ka bërë obligim njerëzve që të shkojnë për haxh në shtëpinë e shenjtë. Dhe ky adhurim bëhet vetëm për t'u përgjigjur thirrjes së Allahut, vetëm për të pranuar ftesën e Allahut. Sepse ata që shkojnë në vendet e shenjta janë delegacion, janë të ftuar nga Zoti i gjithësisë, pavarësisht përpjekjes që mund të bëjë njeriu, pavarësisht masave dhe planifikimeve që mund të bëjë njeriu, por rezultati është se kushdo që shkon atje, i pasur, i varfër, i shëndetshëm apo i smur, nga një shtet afër apo nga një shtet i largët, të gjithë atje shkojnë me ftesë të gjithë mëshirshmit. Dhe ata që i përgjigjen kësaj ftese madhështore dhe hynore, Allahu premton se çfarëdo që ata kërkojnë dhe më lusin mua dhe kanë nevojë, unë do t'u jap atyre. Unë do t'u pranoj atyre lutjet. Unë do t'i bëj ata që të kthehen pranë familjeve të tyre, njësoj si në ditën që ata kanë lindur. Si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men hajja hadha al-bayt falam yarfuth wa lam yafsuk, raja'a ka yawmi waladathu ummu." Ku shkon për haxhillëk në këtë shtëpi dhe tregohet i kujdesshëm, ruan gjuhën e tij, ruan gjymtyrët e tij, ruan zemrën e tij dhe veten e tij nga gabimet. Sepse këto janë mësimet madhështore të haxhit. Atje nuk shkohet vetëm për të pastruar nga gabimet, nga gjunahet shpirtërore, por atje shkohet dhe për të përsosur moralin, për të forcuar dorëzimin në nshtrimin që ke ndaj Allahut, për të forcuar durimin tënd, për të kuptuar begatit dhe mirësitë e Allahut mbi ty dhe për të qenë falënderues ndaj tij. Ku shkon atë shtëpi dhe tregohet i kujdesshëm, e ruan veten e tij në maksimumin e mundshëm për të mos rënë gjunahe, ai kthehet si ditën në të cilën e ka lindur nëna. I pastër, qelibar, i gatshëm për të filluar një jetë të re, për të hapur një faqe, një kapitull të re në jetën e tij. Allahu Zoti i madhëruar flet në Kur'anin famlart mbi këtë adhurim, mbi këtë shtyllë të Islamit, mbi këtë vepër kaq të lartë, ku i drejtohet Ibrahimit alayhis salam, të cilin e urdhëroi që ta ndërtonte Qabën. Ta ndërtonte Qabën në Mekën e madhnueshme, si shtëpinë e parë për adhurimin e Zotit mbi sipërfaqen e tokës. Në atë vend ku s'kishte jetë, ku s'kishte ujë, ku s'kishte jetesë, ku njerëzit nuk jetonin për shkak të vështirësive të mëdha që kishte ajo tokë nxehtë dhe e shkret. E sërish Zoti në atë vend, sepse atje ku do Allahu t'jap mirësi dhe bereqet,
ai hedh mirësinë dhe bereqetin e tij. Mbi vendin që ai do, mbi njerëzit që ai do, mbi veprat që pëlqen Zoti i gjithësisë, ku njeriu e hap zemrën, ku njeriu bëhet i sinqert, i përulur, modest, i thjesht, Zoti i jep mirësi dhe i jep begati. Ibrahimin a.s. e urdhëroi që ta ndërtonte atë shtëpi në mes të shkëndëtirës. Atje ku njeriu nuk mund të shkonte dot për ndonjë qëllim tjetër, nuk mund të shkojë dot për të argëtuar, nuk mund të shkojë dot për të bërë pushime, por mund të shkonte vetëm për të sakrifikuar për Zotin, vetëm për të ju përgjigjur thirrjes së Allahut, vetëm për të ngritur në gradën e mikut dhe mysafirit Allahut xhelleshanhu, duke harruar të gjitha të tjerat, pavarësisht vështirësive dhe kushteve të vështira që ai ka i vend. Allahu ju drejtua Ibrahimit dhe i tha: "Wa adhin fi an-nasi bil hajj." Thirri njerëzit për haxh. Ibrahimi a.s. tha: "O Allah, në këtë vend, në këtë shkëndëtir, në këtë qytet nuk jeton asnjëri. Kush do ta dëgjojë këtë thirrje?" Allahu i tha: "Ty të takon të thrasësh, të bësh punën tënde dhe mua më përket që ti sjell aty njerëzit." Ibrahimi a.s. shkoi në pozicione të ndryshme, duke bërë këtë thirrje, duke thirrur njerëzit për të ardhur në haxh. Dhe thuhet që këtë thirrje e dëshmoi çdo gjë që ishte e gjallë, por dhe çdo gjë që ishte e ngurtë, sepse Allahu kishte premtuar se ai do t'i sillte njerëzit, se ai do t'ia mundsonte njerëzve që të vinin atje, se njerëzit do të kishin aq shumë dëshirë dhe do të kishte aq shumë numër të madh të njerëzve, saqë autoritetet përkatëse do detyroheshin të bënin një kufizim në numër për shkak të kësaj përgjigje madhështore që bëjnë besimtarët për t'u përgjigjur ftesës së Allahut xhelleshanhu. Wa adhin fi an-nasi bil hajj, thirri njerëzit për haxh. Kjo është ftesë nga Allahu, kjo është urdhër nga Allahu, është thirrje nga Zoti i gjithësisë. Ya'tuka rijala, ata do të vinë për haxh duke ecur në këmbë. Për gjatë historisë, por edhe në ditët e sotme, ka shumë besimtarë që nisën drejt këtij qëllimi, drejt këtij destinacioni, duke ecur me këmbë, duke sakrifikuar ditë, nete, muaj me radhë, duke mos ditur dot a do të mbërrin në ditët e haxhit, duke mos e ditur a do të kthehen pas në familjet e tyre, por pak rëndësi ka për një besimtar kjo pjesë. Ata do të vinë në këmbë, tha Zoti i gjithësisë. Wa ala kulli damir, do të vinë mbi çdo kafshë të mundshme. Qofshin këto edhe ndër kafshët më të dobta për udhtim, njerëzit do të gjejnë, do sakrifikojnë çdo lloj mundësie që ata kanë për të ardhur. Yatina min kulli fajjin amiq. Ata do të vinë nga çdo cep, nga çdo vis i largët i rruzullit toksor, atë që ne e dim, e shohim dhe dëgjojmë vit pas viti, se si muslimanët në këtë adhurim, në këtë kongres ndërkombëtar, mblidhen për t'u përgjigjur ftesës së Allahut Zotit gjithësisë. Allahu e plotsoi premtimin e tij. Njerëzit kanë shkuar për mijëra vite me radhë pa ndërprerje. Madje edhe në rastet e luftrave të mëdha që ka pas historia, haxhi nuk është ndërprer asnjëherë. Dhe vazhdojnë njerëzit të shkojnë vit pas viti, dhe shumë të tjerë ëndërrojnë dhe dëshirojnë dhe synojnë dhe planifikojnë që të shkojnë ato vende. Allahu e plotsoi premtimin e tij. Tani na përket neve të bëjmë niyetin ton, të bëjmë sakrificën ton, të bëjmë planifikimet tona, të bëjmë kursimet tona në mënyrë që të dëshmojmë këto mirësi, sepse Allahu thot në vijim: li yashhadu manafi'a lahum, nëse ata vinë në haxh, do të dëshmojnë mirësi dhe dobi për vetët e tyre. Wa yadhkuru smallahi fi ayamin ma'lumat, dhe gjithashtu ata do ta përkujtojnë emrin e Allahut në ditët e përcaktuara, në ditët më të mira të vitit që janë 10 ditë i parë i muajit Dhul-Hijja. Ata do të dëshmojnë disa mirësi për veten e tyre. E cilat janë këto mirësi? Cilat janë këto dobi që përfiton besimtari, në qoftë se ai sakrifikon, plotson kushtet për t'u përgjigjur kësaj ftese madhështore. E para është ajo që thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam: el hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna. Nuk ka shpërblim tjetër për haxhin e pranuar veçse xheneti. Shpërblimi për këtë rrugtim, i cili i ngjan pothuajse rrugtimit të jetës drejt vdekjes, i cili i ngjan pothuajse rrugtimit për të shkuar në amshim, në ahiret, në ditën e gjykimit, me sakrifica të tëra, me vështirësi të mëdha, me kursime për vite me radhë, me punë të pandërprer,
që njeriu të realizojë këtë synim, sepse gjithmonë do të ketë vështirësi, nuk do të jetë e lehtë. Prandaj shpërblimi është madhështor. Prandaj nuk ka shpërblim tjetër që e plotson këtë adhurim dhe këtë sakrificë vetëse xheneti, vetëse shpërblimi i madh i Zotit të gjithësisë. Ai që bën haxhin dhe kujdeset, ruan veten e tij, do të kthehet i pastër nga të gjitha gjunahet, nga të gjitha gabimet. Ky është synimi i gjithsecilit për nesh. Ne i dim gabimet, ne i dim gjunahet që kemi bërë në të shkuarën tonë, i dim dhe gjunahet që bëjmë aktualisht. Dhe ky adhurim do të jetë shkak dhe sebeb që Allahu na pastroj, që Allahu të forcoj vendosmërinë tonë dhe ne themi o Zoti i gjithësisë. Pas atyre që unë dëshmova, që pash në vendet e shenjta, tani do të jem më i kujdesshëm, do të jem më i përkushtuar, do të jem më i mirë në moralin tim, sepse ky është një qëllim tjetër nga qëllimet e haxhit, që ai të përmirësoj sjelljen dhe moralin e besimtarit, që kur të kthehet të ketë një përkushtim tjetër ndaj Zotit, dhe të ketë një sjellje tjetër me krijesat e Zotit të gjithësisë. Allahu ka vendosur shpërblime të tilla madhështore. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam na i premton këto shpërblime. Në atë ditë që ne tham, i ngjan rrugtimit drejt vdekjes. Kur niset njeriu në haxh, ndoshta e keni parë dhe keni dëshmuar, sidomos tek të vjetrit, tek të moshuarit. Ata do të marrin, do të kërkojnë hallallikun nga çdo person, nga çdo i afërm, nga familja e tyre, sepse janë të vetëdijshëm që ndoshta mbërrin, por ndoshta nuk kthehen më pas. Ndoshta nuk kanë më mundësi të vinë familjet e tyre, ashtu sikurse ka ndodhur vit pas viti që shumë kanë shkuar dhe nuk kanë ardhur dot. Atje ka qenë shkruar që ta dorëzojnë shpirtin Zotit të gjithësisë. Njeriu thuaj se niset drejt vdekjes, kërkon hallallikun nga familja e tij, nga të afërmit e tij, mundohet të shlyejë të gjitha borxhet, detyrimet që ka ndaj njerëzve, t'u kthej hakun atyre, nëse u ka hyrë dikujt në hak, apo ka diçka për të kthyer pas, sepse por niset drejt Allahut Zotit të gjithësisë dhe nuk mund të shkojë me gjithë të detyrime që ka ndaj njerëzve. Dhe kur shkon atje, vishet me ihramin e tij, besimtari mashkull. Dhe ky ihram, këto dy copa rrobe i ngjajnë qefinit që pastrohet njeriu, lahet ashtu siç lahet i vdekuri përpara se të qefinoset që i jepet gusull. Ashtu pastrohet, lahet njeriu përpara se të vesh të ihram. Thuaj se përgatitet për t'ia dorëzuar shpirtin Allahut xhalleshanu. Nuk ka atje i bardh i zi. Nuk ka se çfarë etnie i përket, se nga çfarë kombi, se çfarë pozicioni ke në shoqëri, se çfarë profesioni ke, se a je i njohur, je i famshëm apo jo. Atje janë gjithë barabartë përpara Allahut xhalleshanu. Siç thot Allahu në Kur'an, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. O njerëz, ju krijuam juve për një mashkull dhe një femër. Kjo është origjina e gjithëve ju. Ju krijuam juve nga një mashkull dhe nga një femër. Të gjithë keni ardhur nga një burim i vetëm. Kjo është origjina juaj e përbashkët. Nga Ademi dhe Hawaja, të cilin Ademin alayhis salam Allahu e krijoi për baltës. Wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila. Më pas ju ndam juve në popull dhe fise li ta'arafu, në mënyrë që ta njihni njëri tjetrin, bashkëpunoni me njëri tjetrin, të jetoni në këtë botë. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Por më i nderuari në mesin tuaj tek Allahu është ai që është më i devotshëm. Nuk ju shton asgjë pasuria, nuk ju shton asgjë prej ardhja, nuk ju shton asgjë ngjyra e lëkurës, sepse tek Allahu ka vlerë devotshmëria. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi tha në ditën e Arafatit, në malin e Arafatit, tha që nuk ka e përsi një arab ndaj një jo arabi. As një jo arab ndaj një arabi, as një i bardh ndaj një ziu, as një i zi ndaj një të bardhi. Illa bi taqwa, vetëse me devotshmëri. Vetëm kjo të lartëson tek Allahu. Vetëm pastërtia e zemrës, vetëm përpjekja, vetëm adhurimet që bën për Zotin e gjithësisë. Et taqwa ha huna. Dhe 3 herë me gisht tregoi pejgamberi alayhis salam dhe tha që devotshmëria është këtu, është në zemër. Nuk është në fjalë, por është në zemrën e njeriu dhe atë ditë njeriu e kupton se sa i dobët është, se sa i panjohur është,
Se sa nevojtar është, ku shikon atë grumbull të madh njerëzish, thot, po kush jam unë? Kush më njeh mua? Çfarë rëndësie kam unë? Dhe kështu përkushtohet tërësisht ndaj Zotit, sepse kupton që vlerën dhe rëndësinë e merr në bazë ose në raportin që ai ka me Allahun xhaleshanu. Sa më afër me Zotin, sa më i përulur dhe i nështruar ndaj Zotit, aq më shumë do të lartësohet njeriu. E shikon atë ditë në ditën e Arafatit, ditë në të cilën Allahu krenohet me robërit e tij, të cilët janë mbledhur thot me ihramet e tyre, janë mbledhur të zbathur, të pluhurosur, nevojtar, të përulur dhe drejtohen drejt meje, thot. Madha arada haula, çfarë kërkojnë thot këto krijesa prej meje? Pyet Allahu xhaleshanu dhe është më i gjithditur, pyet engjëjt e tij. Kërkojnë faljen tënde o Zot, kërkojnë mëshirën tënde o Zot, kërkojnë mirësitë tua o Zot i gjithësisë. Thot, dëshmoni o engjëj se unë i kam falur gjitha njerëz. Unë i kam falur gjitha besimtarë që janë nështruar dhe janë përulur ndaj meje. Dhe është ajo ditë në të cilën shejtani është i dëshpëruar, kur sheh se si zbret rahmeti, mëshira, begatia, mirësia e Allahut. Kur sheh se këta njerëz tani janë të vendosur që nuk do të kthehen më në gjuna, që do ta ruajnë më shumë veten e tyre, që do të kontribuojnë më shumë kur të kthehen në familjet e tyre, në shtëpitë e tyre, në shoqëritë e tyre. Shejtani është i dëshpëruar, sepse e di fuqinë e niyetit dhe përkushtimit dhe sakrificës që ka besimtari. Ai që arrin të bëjë këtë sakrificë kaq të madhe, që të lërë çdo gjë pas, që të vendos nga pasuria e tij shumë para, shumë të mëdha parash, sakrifikoj gjithë jetën. E di që ai që ka sakrifikuar për këtë gjë, mund t'i sakrifikoj këtë gjuna, mund t'i sakrifikoj këtë gabime, mund t'i sakrifikoj një zënk apo një grindje e cila është pothuajse e pavlerë. E di ai përkushtimin që kanë këta besimtar. E di ai reputacionin dhe gradën që u jep Allahu xhaleshanu atyre njerëzve që janë mbledhur atje, pothuajse sikur janë në ditën e gjykimit, ku shkojnë profet pas profeti, që Allahu ta filloj llogarin dhe të gjithë thonë nefsi, nefsi, vetja ime, vetja ime. Këtë ditë gjithë jemi të preokupuar me çështjen tonë. Vetëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do t'i thajë, do thotë ummeti, ummeti, ummeti. Ummeti im, bashkësia ime. Dhe duke ecur në ato territore, njeriu kujton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por jo vetëm, të gjithë profetët që ishin përpara tij, me në krye Ibrahimin alayhis salam, Ismailin alayhis salam, kujton sahabët e nderuar, kujton sakrificën e tyre, kujton vuajtjet, lëndimet që ata kaluan. Dhe kështu i duken të lehta vështirësitë që kalon në vendin e tij. Dhe kështu i duket e paktë ajo sakrificë që bën, sepse kupton që ajo është asgjë në raport me sakrificën që bën sahabët e nderuar. Duke ecur në ato vise, njeriu Allahu xhaleshanu i thot që në ditën e 8 do të veshësh ihramin tënd, do të shkosh në Mina, më pas do të shkosh në Arafat, do të kthehesh në Muzdelife, do të shkosh në Xhemrat, do të shkosh për tavafe kështu me radhë. Dhe besimtari çfarë thot? A pyet besimtari se çfarë kuptimi ka kjo, se çfarë domethënie ka kjo, po pse 7 dhe jo 8, pse këtë natë këtu dhe jo natën tjetër? Jo përkundrazi. Çfarë thot? Sami'na wa ata'na. Dëgjuam dhe u bindëm. Kjo është ajo që besimtari mëson në haxh. Dëgjuam dhe u bindëm. Se kur vjen urdhri i Allahut, ai thot dëgjova dhe u binda. Jam i gatshëm ta çoj në vend urdhin e Zotit të gjithësisë. Kur besimtari shkon për të kryer haxhin, ai ka lit durimin e tij. Sepse që nga momenti ndoshta që del prej shtëpisë tij, shkon në aeroport dhe ndërmer ato udhtim, do të përballet me vështirësi të ndryshme. Por çfarë thon dietarët? Çfarë thon këshilluesit në lidhje me këtë çështje? Mos u fokuso dhe mos u preokupo me asnjë lloj shqetësimi që do të kesh gjatë rrugës, me asnjë lloj sprove, sepse këto janë prej Allahut, Zotit të gjithësisë, për të testuar përkushtimin dhe durimin tënd. Por fokusohu se për çfarë je nisur. Fokusohu për atë që të pret, për atë që je nisur të bësh për Zotin e gjithësisë, dhe sipas asaj do të marrësh shpërblimin nga Allahu Zoti i madhëruar, sepse ky udhtim është udhtim i bindjes, i sakrificës, i durimit, i nështrimit ndaj Zotit madhëruar. Ibrahimi alayhis salam e lan mes shkëtëtirës bashorten e tij Haxher bashkë me djalin e vogël Ismail. Ajo e pyeti,
apo na lën në këtë vend shkret, kur nuk ka ujë, nuk ka njerëz, nuk ka jetë. Ibrahimi a.s. nuk po fliste, nuk po jepte përgjigje. Ajo e kuptoi që ky ishte një urdhër hyjnor dhe i tha, Allahu të urdhëroi ty për këtë gjë? Tha, po, Zoti më ka urdhëruar. Cila ishte përgjigja e saj? Idhen len yudayyi'na. Në qoftë se Allahu të ka urdhëruar për këtë gjë, ai nuk ka për të na lënë kurrë. Ai nuk ka për të na braktisur kurrë. Ky është besimi dhe shpresa e çdo besimtari. Kur i përgjigjet thirrjes së Allahut, e di që Allahu nuk ka për ta lënë kurrë. E di që Allahu atë pasuri që ai ka grumbulluar për shkuar në haxh, qofse është i sinqert dhe qofse i mbështetet Allahut, Allahu do t'ja kompensoj me shumë pasuri qoftë në jetën e kësaj bote. Si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bain al-hajj wal-umra. Bëni vazhdimisht tot haxh dhe umre, sepse këto dy vepra ja largojnë njeriu të varfërinë dhe ja shtojnë atij pasurinë. Besoj të gjithë e kemi parë tek njerëzit që shkojnë shpesh në vendet e shenjta, se sa të sigurt që janë ata njerëz, sa të dorëzuar që janë ata njerëz, sepse ata e dinë që rrezikun e ka në dorë Zoti i madhëruar. Dhe nëse ai ka thënë jep për mua, se unë do ta kthej pas, ata i besojnë kësaj fjale të Allahut xhelle shanhu. Dietarët e Islamit, shumica prej tyre thonë që në momentin që njeriu plotson dy kushte, i pari është kushti i shëndetit, pra nuk ka një sëmundje, një vështirësi, një pleqëri të thyer që e pengon të shkojnë në haxh. Pra është i shëndetshëm njeriu, ka fuqinë, ka mundësinë fizike dhe ka mundësinë financiare, pra plotson kuotën ose pagesën që duhet për shkuar në haxh. Atëherë thot menjëherë e ka obligim që të shkojë në haxh, të bëj përgatitjet për shkuar në haxh. Nuk ekziston mendimi që unë do ta shtyj kur të bëhem i moshuar, do ta shtyj sepse jam i zënë me punë tani, kam shumë punë. Jo. Sepse në momentin thonë që njeriu e shtyn, atëherë ai bëhet pra mëkaton. Bëhet gjunaqar qoftë edhe për një vit, qoftë i kishte mundësitë dhe nuk bëri përpjekjen për të shkuar, atëherë thon shumica e dietarëve, shumica e juristëve, fukahave, që njeriu bëhet gjunaqar për këtë gjë. Pse? Sepse askush nuk e di a do ta arrijë dot vitin që vjen. Kush e ka garancinë që do ta ketë shëndetin, do ta ketë jetën, do ta ketë pasurinë në vitet që vijnë? Madje aq thellë diskutuan dietarët e Islamit, saqë thanë për një person i cili është i ri dhe është i pamartuar, por gëzon mundësitë financiare për shkuar në haxh. Pa diskutonin, a e ka përparësi të martohet në fillim apo të shkojë në haxh. Pra aq shumë u thellua diskutimi për të kuptuar edhe një herë që kjo është diçka e cila nuk duhet vonuar me qëllim, e cila nuk duhet shtyrë më shumë se ç'duhet. Por në momentin që njeriu i plotson kushtet prej shëndetit dhe prej pasurisë së tij, ai duhet bëj përpjekjen e nevojshme që t'i përgjigjet ftesës së Allahut Zotit të gjithësisë. Sepse në bazë të kësaj përgjigje, ai dëshmon bindjen ndaj urdhit të Allahut, dëshmon për ulësinë ndaj Zotit, dëshmon që çdo gjë e bën vetëm për Allahun e madhëruar, se i përgjigjet ftesës që Allahu urdhëroi Ibrahimin a.s. që t'u bënte të gjitha gjallësave. Dhe kështu besimtarët do t'i përgjigjeshin, do të niseshin nga vende të ndryshme, me vështirësi, me rreziqe, të cilat nuk janë më sot, të paktën për shumicën e popujve, që sot është bërë më e lehtë, dhe ne më shumë gjejmë arsye për të mos shkuar. Dhe ne më shumë neglizhojmë dhe gjejmë justifikime që pse nuk e bëj, për arsye dhe për shkaqe të ndryshme, të cilat nuk vlejnë përpara Allahut xhelle shanhu, me të cilat njeriu vetëse mashtron veten e tij. Por në momentin që ka mundësitë, ai do t'i bindur që këtë pasuri nuk e sakrifikon për njerëzit, nuk e sakrifikon për agjensinë apo për asnjë institucion, por këtë pasuri po e vendos për të kryer një urdhër dhe një obligim që ka përpara Allahut xhelle shanhu. Dhe Zoti i gjithësisë ka marrë përsipër dhe ka premtuar që do t'ia shumëfishojë atij të mirat, që do t'i jap atij mirësi, do t'i jap atij bereqet, do t'ia fal atij gabimet, do t'ia fal atij gjunahet, do ta lartësojë Allahu atë njerëz në grad i cili
ndërmerr këtë udhtim. Haxhi, i cili quhet ndryshe udhimi i jetës. Për shkak të asaj që njeriu nuk e di a do të kthehet më pas në familjen dhe në shtëpinë e tij. Se njeriu nuk e di se kur do ta ketë shkruar momentin për ta dorëzuar shpirtin Allahut xhaleshanhu. Dhe sa mirë për ata besimtar, të cilët e kanë kryer haxhin, dhe ata të cilët do ta kryejnë këtë vit, dhe ata të cilët planifikojnë dhe dëshirojnë dhe synojnë ta kryejnë me lejen e Allahut në vitet e ardhshme, sepse shpërblimi për këta do të jetë xheneti. Shpërblimi për këta njerëz do të jetë lartësim në gradë përpara Allahut xhaleshanhu. Prandaj, të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, edhe për këtë vit Komiteti Musliman i Shqipërisë, si organizuesi i vetëm dhe zyrtar i haxhit për besimtarët musliman në territorin e Republikës së Shqipërisë, ka hapur regjistrimin për persona të cilët duan të shkojnë në haxh këtë vit, pra në Baramin e ardhshëm, i cili përkon me vitin 2026, dhe këto regjistrime janë të hapura deri në 31 dhjetor të këtij viti. Prandaj, kush ka bërë niyet dhe kush i ka mundësitë, le ta shfrytëzoj këtë mundësi, le ta bëj sakrificën dhe përgatitjen e duhur për t'u përgjigjur kësaj ftese, dhe kushdo që nuk i ka sot mundësitë, le të bëj një plan kursimi, ashtu sikur se ne bëjmë plane për pushime, për makinë, për shtëpi, për rinovim të shtëpisë, shumë shpenzime që ne kemi, të bëjmë dhe një planifikim për t'u përgjigjur ftesës së Allahut. Sepse kjo do të vlejë ditën e gjykimit dhe nuk do të vlejë asnjëra nga ato që ne bëjmë për lehtësuar veten tonë në jetën e kësaj bote. Omer radiallahu anhu, siç është e njohur, thot sikur të kisha mundësinë dhe kishte bërë planin që të çoja njerëz në për territoret e ndryshme të Islamit, të cilët të kontrollonin se kush ishin ata njerëz që kishin mundësi ta kryenin haxhin dhe nuk e kanë kryer. Dhe unë mbi këta njerëz sot do të vendosja xhizjen, një taks të cilën e paguajnë dhe e japin njerëzit që i përkasin feve të tjera, pra të krishterët dhe hebrejt kur jetojnë në një shtet islam. Pra Omer radiallahu anhu e konsideroi si një shkelje të madhe për të besimtarit. Mos planifikimin dhe mos dhënien rëndësi të kryerjes së këtij urdhri. Padyshim që çdo zemër besimtari gëlon nga dëshira për të shkuar në viset e shenjta, në tokat e shenjta, për vizituar Qabën e Madhnueshme, për të bërë tavaf rreth Qabës, për të bërë ecjen mes dy kodrave, për të shkuar në Arafat, në Muzdelife, në Mina, për të shkuar më pas në qytetin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Çdo zemër besimtare e dëshiron këtë gjë. Dhe kjo dëshirë duhet të jetë gjithmonë e fortë dhe e freskët në zemrat tona. Dhe me lutje të vazhdueshme t'i bëjmë lutje Allahut, që një ditë na çojnë ato toka, na çojnë ato vende, sepse është Allahu që i siguron kushtet, i siguron mundësitë. Ne të bëjmë lutjen, të bëjmë duan, të kemi dëshirën në zemër, dhe më pas të shohim rrethanat në të cilat ne jetojmë, të bëjmë përgatitjet e nevojshme, që të paktën të mos jemi për atyre që kanë neglizhuar. Të mos jemi për atyre të cilët nuk kanë asnjë grimës dëshire në zemrat e tyre për të shkuar dhe për të përgjigjur ftesës së Allahut xhaleshanu. Elusim Allahun na fal, na mëshiroj, na begatoj të gjithëve. Na i fal gabimet, gjunahet tona, na i pranoj punët dhe veprat e mira. Elusim Zotin e gjithësisë që çdo besimtar t'ia mundsoj haxhin. Elusim Allahun xhaleshanu që çdo besimtar t'ia mundsoj të përgjigjet sa i thirrje hynore të Allahut xhaleshanu. Elusim Zotin e madhëruar që çdo vit më shumë nga vendi ynë të shkojnë sa më shumë besimtar në këto toka të shenjta, sepse kjo është mirësi dhe bekim për gjithë popullin ton. Elusim Allahun na fal, na mëshiroj, na bashkoj gjithmonë në mirësi. Amin, amin, amin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.